Titujt kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative, botues Partia Lëvizja Shqipëria e Re, e hën 30 shtator 2013, mendimi pozitiv, mesazhe lumturie. Osmani, jam e pas 3, bashkia të më ndihmoj. Në faqen 2 në rubrikën Aktualitet, Elbasan, organizata Mendojmë për ju, shpërndan ndihma për 13 familje rome. Shpyllëzim pa kriter në qarkun e Korçës. Në faqen 3 në rubrikën Aktualitet, dhoma e tregtisë, të shlyen borxhet ndaj sipërmarrjes. Në faqen 4 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Osmani. Jam e pas 3, Këshilli Bashkiak të më ndihmoj. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Ademi, pas 10 vitesh, lirin ndihem ende i burgosur. Në faqen 6 në rubrikën Kuriozitete, Trëndafilat, lulet më të shitura në botë, Ananasi, efikas në shërimin e dhimbjeve të fytit e kokës. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, anija luftarake TCG Byngada fillon lundrimet. Davutoglu, jemi krenar për aleancën me Shqipërinë. Në faqen 8 në rubrikën Drejtësi dhe Zhvillim, Syl Berisha, shumë punë për biznes të suksesshëm. Korç, të jetosh duke mbledhur materiale të riciklueshme. Ishin këta titujt kryesor të gazetës 77 News.